Gjatë procesit, kur po i mundoja me i kry këto procedurat me morë sebepet e mia, me mjek për, inshallah, që në të ardhme për me u bo prind, më kujtohet, e pata pyet doktorin, edhe i pata thonë, doktor, mirë, krejt i marëm, i bojmë këto, a ka siguri? Nuk e di pse merdha ajo, është diçka njerëzore, është diçka që të vjen me thonë, sa do që ti lufton e ishe nis me ata që Zotit ja kum lanë edhe u kry gjithë shka këto, sebepet i ku marë, tha, fatmirësisht që fetarish edhe ai, tha, na pi marë mi punë, tha, sebepet, tha, e aty tha vendos tha tjetër kush. Merë turp prej vetës, merë turp prej, pse e thash, adin me një farë formë i rash pishman, po e kuptova që është diçka njerëzore, pastaj të njëjtën ku, po njëjtë me doktoresh tjetër të bisedu, pi tham, kom me të pyet diçka, po veç pak po thot çese jam zonë, çese kështu, çese, unë kisha një pyetje dësha me vetë. Edhe këtu dësha me vete, shumë sinqerisht, po e thamë prej zemrës që dësha me thonë, a është e sigur që ka me ndodhë? Se di pëse më vikës është njërzore, thash. Ma kujtove tash. Edhe në momentin që u vënu ajo, më falë, u vënu, kur ardhë, tha, po pata me pyet diçka, mu për në moment më ranë mend që, po ka dalë ti aja kelon tjetër kuj, shka kimi lu, po kjo është sebepi, ti e sebepi, kjo është sebepi, ku? Edhe i di që ku më ratu zemrën edhe ka qenë çështje e kryme.